Ndëruar xhamatli, folëm në dy ligjëratat e fundit, në dy xhumat e fundit, për mbështetjen në Allahun dhe punën e njeriut. Dhe si ti harmonizojmë këto dyja? A vinë ndesh, a përplasën, a e mohon njëra tjetrën, apo shkojnë bashku, edhe ndihmohen njëra me tjetrën. E vërteta kuranore dhe mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam na udhëzojnë se mbështetja në Zotin Gjelle Gjelaluhu nuk vijen ndesh, madje është e obliguar që të shoqërohet me punë. Dhe çdo defekt në këtë lidhje do të pëson me defekt në punën e individit në shoqëri, pastaj edhe shoqërisë si tërësi. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte ndër njerëzit i cili më shumë ti mbështeten Allahun Gjelle Gjelaluhu. Por ai 23 vite të pejgamberisë së tij nuk mundesh me gjetë një ditë të zbrast nga puna. Pra njeri më i madh i cili është mbështet më shumti në Allahun Gjelle Gjelalu, kush është? Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mirë, supozimisht që shi kuptojnë ana mbështetjen apo si e kuptojnë shumë prej njerëzve, i bie se ai në këto 23 vjet hiç shumë pikos ka pushu se është mbështet në Allahun Gjelle Ala. Ne e gjejmë të kundërtën. Ai më shumë ti është mbështet në Allahun Gjelle Gjelalu dhe 1 minutë pushim se ka bë. Çka argumenton kjo? Se puna e robit është e kërkuar në mënyrë të detyrueshme. Atëherë pse më mbështet në Allahun Gjelle Gjelalu për me dhanë frytin kjo punë. Për me dhanë frytin kjo punë. E tani kur jemi te puna, edhe puna nuk është mutlak. Mutlak do me dhanë pa kushte, pa masa, pa regula. Jo, ka regula. Nuk do me dhanë çdo sen me punue, po duhet me punue, madje edhe të mirën kur ta punojsh dush me punu me mas. Apo njerëzve ndoshta mundet më të ngulluar gabim, por edhe mira punohet me mas. Farzi është e mira më e madhe. Farzi Allahut është e mira më e madhe. E përmendëm hadithin në xhuman e kaluar, ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu në hadith Qudsi, nuk ka vepër më të mirë që e ban robi dhe më dashur te une se sa farzi. Domthonë farzi jam e mira më e madhe. A mundesh me bë këta sa dushti? Jo. Çka do të thonë? E mira ka mos. Apo çish më e kuptu këta? Njëri për njerëzve është i smut, shkon te mjeku. Edhe mjeku ja shkon i par tableta që i përshtatën asaj smundje. Çka i thot? Në çdo 12 orë, çdo 24 orë, çdo 8 orë, varësisht. Apo, valla e shef tabletën, çka ndodh? Kështu ndodh praktikisht, po të na shumë punë tjera ndodhe njëjta. Me e pa këtë skenë, çuditesh, a kur e shet njëjtën nuk çuditmi. Çka ndodh? Ai thot çdo 8 orë, supozimisht. Njëri thot s'kam vakt unë, pe pi këtë tabletën tash. Çka ndodh me ta? Vdes, smuhet, apo helmohet. Pse? Se ajo çdo 8 orë ka efekt. Po ka efekt duhet me ndodh patjetër çdo 8 orë, apo para buke, mas buke, këtë ato i ka parasysh mjekësia. Tani e njëjta është në fenë Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk mundesh ti me dhënë diçka, sikur të thonë a ban ti fali kaza këtë për një herë. Po s'ban, se helmohesh. S'mundesh ti me bë ata. Sikur se ti hapat nuk i piket. A hati një herë, a qohesh ti në sava me dhënë diçka. Çka duhet unë me hangër ta ditën? Pi hata shket komplet edhe pesosi punën. Mos të hupi vakt. Jo, vjen mëngjesi, vjen dreka, vjen darka, e do na mes këtyre kena do tjera shtash, fatkeqësisht kështu me radh. Çka ndodh? Sicila në vaktin e vet. Edhe feja e ka çdo sa në vaktin e vet. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar. Na çdo sa ne kena kriju me mas. Dhe njerëzit këtë mas e kuptojnë. Lëvërdit e veta. Apo ata që ja punojnë tokën, ata që ja punojnë tokën, me shku na si të padijshëm lëminë e tina, mi thonë, po pse po munohesh ti pe prit vaktin e peasit, e po munohesh me rujt e kështu me radh, jo koha, jo mbulimi e kështu me radh. Gjuhi këtë për një herë, po thotë zbahet kur gjabe. Apo njëri me shku shkon e krasitaj, apo do një fryt vetë, do një pemë vetë, po pse po munohesh vëlla, lelet bëj çka do. Do të jo se prishet. E në fe, na mundohemi kitë ngrumë me bo, apo? Që na, o Zot, jo, ka dal. Allahu Gjelle Gjelaluhu, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është i mirë dhe nuk e pranon post të mirën. Nuk mund si Allahu të marrë që ta. Jo, madje Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, kër e ka përmenë sadakajën,
Ka thonë mos e jepni se në sadaka vetë se pranon. Janë i thotë diçka, çto kuç ashtu çam ti vesh, mo. Merë me japni fukarajës. Okej, nuk ka sadaka, kjo bërllog që ti jetë xherbi shtëpie. Apo bërllogin me ta dhon dikush njëri me thon tyje, apo me thon tyje diçka, çam ti bajt api merr. Ti shkoj thu, Allah, bërllogi të më dhon mua. Apo, ama njëri shkon special ti blen vesh për tyje, special. Do të çel Allah shkash special ti mora numrin tan, masën tane me kualitet për tyje vetëm. Ndihesh i privilegjuar apo? E Allahu xhelal pse ne krijoi këtë ndjenja që me kuptuar kur jo jap na punën Zotit ton te bareke ve teala. Andaj në Islam është e sistemuar puna. Kur me punu, çysh me punu, çfarë mos me punue. Për defekteve bashkëkohore, cila është të cilën e ka përmend pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihi salatu wasallam në një hadith çfarë thotë? Para kiametit ka ndodhur disa prej grumbullit të defekteve. Pi defekteve cila është, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, do të zbukurohen xhamit, amantos do të ketë besimtar të devotshëm. Kjo është për krizave të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila vetëm se ka filluar. Çfarë krizo kjo? Kriza kur ti se di pse jetë e bani sen. Pse jeni të bëjë çka xhami çka të madhe? Mi ka dhënë mahallës që xhamia jona më e madhe. Po nuk ka vënë be xhamia për këtë punë. Ani na kena më vënë shumë të madhe. E pëon sa çka tha, kjo është shenja e kiametit. Çka i bie shenja e kiametit? Pra njerëzit kanë më bëu diçka, s'kan më ditë pse më bëu. Do të më vet, pse vetë të bëjë çka të madhe apo? Shikosani sot sa xhamia ka me miliona xhamia ka në botë. Me miliona xhamia ka në botë. Pse nuk e luajnë efektin? Ne përmendëm një prej xheratave. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një xhami prej tendave të hurmës, xhami e thjesht, mundi sot me e pa është demonstruar në mënyrë figurative si është duk xhamia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në xhami e ka rrotulluar historinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Historinë, fletët e historisë ka kthi ka ana tjetër. Dikush ka dashur me shkujt në të majta e ka kthi në djath. Edhe s'ka vetë se ndjath ka me hecmo. Apo me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu. Na çka ndodh? Në xhamin, na çka xhamia e kena më të madhe se të Muhamedi sa në atë kohë. Veç çka xhami. Po mbot xhami, po mbotën arabe, po në Indi, po në Afrikë, po në Azi, po në Turqi, po në Evropë, po xhamia të mëdha. Apo Mauritani, ekstrema Malezi, xhamia të mëdha. Pse nuk e luajnë efektin? Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, sepse ata zbrazën pi atë. Pse e ke bo këta? Për njerëzit. Ku janë njerëzit? S'janë valla. Po s'kanë të lujtë rolin e duhur. Shikoj Islami nuk dënë me ta që mundin huq. Apo? Sepse xhamia është vendos për besimtari. Besimtari ku falet? Gjys metre katrori. O ti e fal namazin. Nëse ti që ati se vnon sejtë dhe kokën dhe nuk e arrin qëllimin tanë, çka që është kjo e madhe kaq? Të Zoti s'ka pesh. Allahu Gjelle Gjelalu e ka kriju këtë univers për njerin. Jo njerin për në universin. Shka duhet ti qila gjithë ka që madhe? Shka ti shumë ma i vogli se kjo. Por aja ka kriju që ti si njeri me gjithë se për masat i kima të vogla, po i lidhe me të madhin a i ta qelë krejt. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu shiko njeri që ka i ka dharë. Njeri i vogën, ama aje drejton aeroplanin. Aje drejton. Andaj eshe njerin e zotnon detin. Ndeti ka kafsh qatë shumë si që me këshirë me logik. Kur ti me këshirë me logik, ku se vë rëzikon me i këto. Ama Allahu gjitha i dha njerit menje. O s'ka problem, ndërtoj anijën edhe i mrejnë ati. Apo me këshirë njeri me men, kur s'munët me hi për qemë të kafsh të egra. Por jo, ja njeri u ka hije. Sot ketë bota ka mri, sot s'ka për njeri u kafsh të egrë. Izolohet me një hera jo. Apo e kush e dha këta këtë takat? Gjithat kafsh me ull Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu e kryoj qa kon tokë dhe në qijel për njerin. Andaj me lasë të që ditën tha një Arab, ha, e te gjallu fija me jufsidu fija o jesfiku dima. O Zot, pse pe kryon njerin? Ki njeri që ka që i vogël, për shka i duhet këtë këtë univers? Apo Allahu Gjelluala qka i tha? Inni a'lemu ma la ta'lemun. Unë ka me bo me këtë njeri diçka që ka ju se dini. Qa ka bohe? Qa ka bohe? Ti kur falësh me la që e ka detyr me ta shkujt. Cili ati shërbit cëlit? Aja të shërbit tyje. Me la që ato të shërbit tyje. Për nga mërë e sem ka thonë njatë majt. Ti punon ato shkruun. Ti lëviza i shkruun. Ku që ti shërbit kujna? Aja që shërbit tyje. Dhe e ka për detyr ditën e kiametit mi thonë që o Zot, ketë gati e ka ki raportin. Që dhe më thonë? Ti e i shërbyjeri.
E nëse ti e këput lidhen me Allahun xhelel xhelal dhe se dim se të ka kriju Allahu te bareke ve teala, atëherë këtë kënë univers bën kryen qaf. Ta prapton Allahu te bareke ve teala. Pse? Po do shiko, unë ti të kum zgjedh. Unë ti të kum zgjedh. Ma i lidhet me mu, unë të këtë të bajnë shërbimin tanë. Ti thu jo, valla, unë e veti maj këto. Ku e mon? Qka mon? Trupin tanë. Pak me tra shtypja ti të shregullohesh. Pak me tra qeqeri ti shregullohesh. E qish mund është ti me majtë vetë? E ku më punë të mloja? Andaj në islam nuk është veç me punue, më është me ja qëllue. Shikoni namazet janë 2 rekat sabah, 4 drejk, 4 ikindit, 3 në aksham, 4 njaci, apo zeqati është 2.5. Apo do me shtu s'ka problem, ama dherë në 2.5 dush pa tjetër me dhanë. Kujt mi a dhanë? Sheriate ka caktue. Ti s'munësh mi a dhanë kujt dush. Apo kur me agjerue? Ta është për shemë ma ki mujë shumë i vlepshëm. A e bojnë në Ramazan, zbat. Allah e ka caktu, Ramazan i vjen. Në këtë që të mu mledh, me thana di shka, hajde pa agjerojnë a vullnetarisht, ta kthejnë atmosferën e Ramazanit. Zbat vallaj, këtë që të mu kanë agjerushëm, zbat Ramazan. Apo haxhi kur bat, e ka vaktin e vetë. Andaj besimtarët, kemi nevojë neve me kthyje mentalitetin e sahabëve të pejgamberit alayhis salam, jo vetëm me zbraz takat. Ku me zbrazat takat? Ku me zbrazat takat? Andaj besimtarit Allahu i ka dhënë mendje që të mendon. Të shikon. Vallai na shkojnë thon në Kur'an i thon fikr, tefekkur, fiqiri i thon njerëzit apo ajo e cila ti e merr palcën, pse jam të babë këtë punën? Pse unë ta zbrazoj këtë takat? Për hir të Zotit te bareke ve teala. Andaj ka edhe shumë prej haditheve të pejgamberit alayhis salam që aludojnë apo udhzojnë me isharat për çrregullimin e njerëzve në mes harmonisë, në mbështetjes Allahut dhe me punue. Pra besimtari mbështetet Allahun, bismillah dhe del punon. E kur dale me punu, punon me men. Punon me men. Mos mi pas mend, kalja më i fortë se ti. Mos mi pas mend, gomart janë më të fortë se na. Mos mi pas mend, balenat në det janë më të forta se na. Amma me men, ti e zotnon. Me Zotin bismillah, ti e zotnon ata. E musliman do me të më nësam, qa ka nevoj? Ka nevoj këta me bashkue. Nisja me emën Zotit, amma dhe puno. Edhe puno me men. E puno me mjeshtri. Puno me profesionalism.